Veronika dhe Redoni janë dy të rinj që vendosën të kthehen nga emigrimi dhe të investojnë kursimet e tyre në ngritjen e një biznesi. Kryeministri Edi Rama ka përcjellë sot në rrjetet sociale historinë e dy të rinjve që lanë pas jetën e tyre të emigracionit, njëri në Gjermani dhe tjetri në Norvegji, për t'u rikthyer me dëshirën e investimit në një biznes autentik dhe shqiptar. Veronika shprehet se pas shumë viteve punë dhe jetë larg familjes dhe vendit të tyre, ata bashkërisht vendosën të kthehen në Shqipëri. Pas shumë viteve punë dhe jetë larg familjes dhe vendit tonë, ne vendosëm të kthehemi në Shqipëri. Unë nga Gjermania. Ndërsa unë nga Norvegjia. Të kthehesh nuk ishte e lehtë. Madje disa miq na shihnin me habi, por ne ishim shumë të vendosur të kthehemi në vendin tonë. Kështu, vitin e kaluar me kursimet tona vendosëm që të hapim Baresha Farm. Me Baresha Farm donim të sillnim një koncept të ri, një koncept organik, ku njerëzit të shikonin se nga po vjen ushqimi i tyre. Ndonjëherë kur më pyesin sa më mungon jeta që bëja në Gjermani, buzëqesh. Dhe ju them se këtu kam pasurinë time, vendin tim. Shqipëria është një vend shumë i madh, shumë i bukur për t'u lënë pas dore. Unë i ftoj të gjithë njerëzit të investojnë në vendin e tyre. Aty ku flitet shqip, dhëmb shqip dhe hahet shqip. Edhe në qarkun e Gjirokastrës, shumë të rinj kanë vendosur të rikthehen dhe të ushtrojnë profesionin e tyre në shumë sektorë të ekonomisë, por edhe për të investuar në agroturizëm si një deg prej sektorëve më strategjik të rajonit jugor.